Vetëm 2 ditë para se shqiptarët u drejtohen kutive të votimit, ambasada amerikane në Tiranë ka bërë thirrje për mos shitje të votës. Vota jote është zëri yt, vota jote nuk ka çmim. Ky është mesazhi i postuar në rrjetet sociale të trupës diplomatike amerikane në Shqipëri. Ndërkohë policia e shtetit ka publikuar edhe planin e masave për mbarvajtjen e zgjedhjeve, si dhe monitorimin e objekteve dhe kutive të votimit para, gjatë dhe pas procesit. Në terren pritet të jenë 5316 efektiv të policisë së shtetit për ruajtjen e 5225 qendrave të votimit dhe 93 objekteve ku janë vendosur komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve. Ditën e diel me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi, punonjësit e policisë do të tërhiqen në vend grumbullimet e përcaktuara dhe do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19. Ndërkohë në orën 18 të së dielës merren në ruajtje të gjitha objektet ku do të bëhet numërimi i votave dhe shërbimi do të vijojë deri në përfundim të gjithë procesit. Përveç efektive, gati 813 specialistë për hetimin e krimeve do të jenë të gatshëm për çdo rast të dyshuar për krime zgjedhore. Vetëm në ditët e fundit të fushatës elektorale, strukturat hetimore të policisë kanë referuar tashmë 37 raste për krime zgjedhore në prokurori. Policia e shtetit bën apel qytetarëve të denoncojnë çdo tentativë për tjetërsimin e votës si dhe subjekteve politike për të respektuar ligjin.